Fit Life from Fit Health. Me ardhjen e pranverës, të gjithë personat që vuajnë nga probleme alergjike referojnë që ju shtohen probleme dhe kjo padyshim që ndodh sepse me ardhjen e pranverës rritet çelja e luleve dhe shumicës së shkurrave dhe pemëve, po themi të vogla, kështu që me rritjen e përqendrimit të poleneve në ajër kemi dhe rritje të simptomave të alergjisë. Zgjidhja është patjetër vazhdimi i suportimit të sistemit imunitar me probiotik dhe vitamin D që ajo të vejë në dozat e duhura për të mbajtur një sistem imunitar të fortë dhe padyshim bërja e panelit alergjik për të evidentuar alergenët të cilët janë potencialisht prezent dhe bërja e trajtimit të asaj që quhet imunoterapi jo specifike në ndrejtimin e alergologut. Për të ulur simptomat e alergjisë në këto ditë, evitohen ambientet shumë të gjelbëruara, bëhen shëtitje kryesisht në ambientet jo me bimësi të madhe dhe padyshim testimi i paneleve alergjike është i duhurit dhe më pas konsulta me mjekun alergolog për të filluar trajtimin përfundimtar të alergjisë. Fit Life from Fit Health.